Komiteti i Helsinkit për të drejtat e njeriut vazhdon t'i kushtojë një rëndësi të veçantë rastit të 661 fëmijëve shqiptar, të cilët kanë ikur nga Shqipëria drejt Greqisë në vitet 1998-2002, ku 502 prej tyre rezultojnë të zhdukur. E ndërsa e kundërta ndodh me autoritetet shqiptare, të cilët për rastin në fjalë, jo vetëm që nuk thejnë një përgjigje zyrtare, por si shpjegon për një report zonja Vjolca Mece, drejtuese e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, nuk ka nisur asnjë hetim. Është e vërtetë që vepra penale ka ndodhur në Greqi, thot prokuroria shqiptare, por janë hedhur aludime dhe një nga pistat mund të jetë edhe trafikimi. Organizmat ndërkombëtare thonë që të gjitha pistat duhen hetuar. Duke parë heshtjen e këtyre organeve tona qeverise, ne mbasi spam reagim ju drejtuam përsëri dhe organizmave ndërkombëtare. Nga 502 fëmijë është shumë i vogël numri atyre që ne kemi mundur të gjejmë. Organet e policisë, të ndjekjes penale me shërbime sekrete që Shqipëria ka të tilla plot, ata kanë për detyrë, është përgjegjësi e shtetit. Një report ka siguruar raportin e Komitetit Shqiptar të Helsinkit dhe atij grek, ku thuhet se shteti shqiptar nuk ka kthyer asnjë përgjigje për pyetjet e ngritura nga këto dy komitete. Sipas raportit, fëmijët kanë qenë të strehuar në qendrën sociale Agia Varvara, ndërsa hetimet kanë nisur vetëm në shtetin fqin grek. Prokuroria greke ka rihapur një çështje penale dhe po ndjek, po merr, po heton gjithë sjelljen, gjithë performancën e atyre nënpunësve të cilët kanë pasur nën kujdes këta fëmijë dhe shpresojmë që ai të nxjerrë përgjegjësinë dhe të paktën të dalë vërteta në shesh, të dihet se çka ndodhur me këta fëmijë, me shumicën e tyre, me të tërë prej tyre, do deshëm me të gjithë. Raporti mbyllet me disa sugjerime për shtetin shqiptar dhe atë grek, ku duhet një ndërhyrje emergjente për të shmangur trafikimin e fëmijëve të rrugës.